E njëjtë dashi, dita sjell një zgjidhje që kërkon durim. Një gjest i vogël mund ndryshojë atmosferën në çift. Deni sot hapet mundësia për një moment të këndshëm me familjen. Në punë esi me hapa të sigurt. Pinjakët sot mbizotëron një ndryshim i vogël në plane. Kushtoni pak më shumë vëmendje pushimit. Kaforia, energjia e ditës sjell një ndryshim të vogël në plane. Dëgjoni ndjesit tuaja për mos u mbyllni në vetvete. Luani, dita sjell një mundësi për të rregulluar një keq kuptim. Në marrëdhënie mos keni vend për keq kuptime. Ygjëresha, kjo ditë favorizon një surprizë në dashuri. Një detyrë vjetër mund të mbyllet me sukses. Peshorja, kjo është një ditë për një ide që mund të vlejë shumë. Lërini gjërat të zhvillojnë pa i detyruar. Akrepi, kjo është një ditë për një ritëm më produktiv. Përdorini intensitetin për një ndryshim pozitiv. Shqyrtari, sot mbizotëron një ditë më sociale se zakonisht. Emocionet janë të forta por të menaxhueshme. Priciapi, sot mund të ndjejë një takim interesant. Në çështje praktike, organizimi do të jetë çelësi. Ujori, sot mbizotëron më shumë motivim. Shmangi debatet për çështje të vogla. Peshqit, dita ju shtyn drejt një lajmi të papritur, një dujtashe fort, po kërkon dhe pak realizëm. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.